Pas komentator, po Ballinës që tile ka bo Berati si duket. Duka qenë Golani më kanë thënë? Duki me Beratin. Duki më kanë thënë që është autori i atij titulli. Po kanë bashkëpunu disa kolega aty, po problemi është që kjo e ka paka shumë një histori të shkuar të kushtrim, që të rritë sidomos që tash i kam 18 vjetë duhet me ditë, në qershor, sepse simbolika ndatë është ndodhën qershor të 2007-ës. Kur George W. Bush vjen në Shqipni, në Fushkruj, kjo e ka simbolikën e vetë se është me 10 qershor. Është dita e lidhjes Prizrenit, edhe është dita po menoj në shkrimit Marrishte se kumanove që i kanë thonë atë, ku realisht Serbia ka nënshkru kapitullimin. Dhe në këtë datë, me qëllim, po menoj institucionet e Shqipërisë e qojnë në Fushkruj, për shkak se Fushkruja kish vlerë gjithmonë si streha ma e madhe e Kosovarëve në Shqipni. Gjatë dy luftave, luftën e parë dhe dytë botnore, ballistët, kaçakët, kryengritësit kanë prej shote Galisës e deri te Matrit kanë emigruar dhe janë vendosur kryesisht në rrethin në Fushkruj aty. Edhe aty praktikisht është ditë kur thot George Bush, presidenti amerikan, çka është mjaft është Kosova është shtet i pavarur, është ditë që veç data ku do të jetë. Por atë ka qenë kryeministri i Republikës Agim Qeku, i cili e ka pas dhënë propozimin për 28 nëntor. Masanej veton zëroj doli me një shkrim të koha ditore pas kërku që të shfallej për Krishtlindje të ati viti. Por, kër e pyetëshin, Hashim thoshin ai me atë buzëqeshin e ti karakteristike dhe ke unë e di datën, po nuk e thoj ke datën. Kosova e din datën e pavarësisë. Po, pa tjetër. Edhe vim kështu të ajo ditë e bekume gjithçysh, e cila i përmbushi jo veçandrat, po edhe dhimbjet, edhe humbjet e gjitha gjeneratave për gjatë këtë shekullit 20, dhe qka sot, edhe 26 vjetë mas çlirimit, do më onë opozi pak gëzimi, pak me idhnim. Gëzimi me britë, si që keni shku këtu sot, kur shteti, praktikisht Republika jonë, praktikisht po maturohet. Ka bon 18 vjetë, edhe me 18 vjetë